Korridoret të shkollës amerikane në Kosovë të hënën u mbushën plot ngjyra. Kjo pasi klasa e artit në këtë shkollë hapi ekspozitën e parë, e cila u transformua në një galeri të gjallë emocionesh, ngjyrash dhe tregimesh vizuale. Në qendër të kësaj ngjarjeje ishte Anais, një nxënëse me vizion të qartë artistik dhe pasion të rrallë për artin dhe shprehjen kreative. Ne në klasën e artit mësonim për shumë lloje arti, ashtu atë realist, edhe mësonte për abstraktin, edhe kur pash artin abstrakt, vetëm unë e gjej shumë lehtë ta shpreh veten me artin abstrakt, me figura na imagjinata që marrë frymëzim na natyra, na shumë gjëra të ndryshme. Unë frymëzohem nga ndjenjat e njerëzve, gjëra abstrakte, sikur kujtesa, haresa, pagjumësia, gjëra të ndryshme, edhe më pëlqen t'i bëj vizat ime konkrete, edhe unë e kam bërë këtë me ashtu të komplikuara, këto krahët mbrapa, që të simbolizoj që kujtesa, ne kemi shumë kujtesa, edhe ngjyra e qelur simbolizon kujtesat e mira që ne i mbajmë mend edhe ato, ndërsa të zezat ato që na lëndojnë ose i harrojmë. Kjo ekspozit mblodhi nxënës e ardashës të rinj që vinin për të parë jo vetëm punimet artistike të Anaisit, por edhe për të ndjerë mesazhe të thella që fshieshin pas çdo tabloje. Këto kompozime vizuale me teknika të përzira ngërthejnë në vete histori personale, përvoja, ndjesi, imagjinat e reflektim. Mësuesja e artit Teuta Xharra, e cila qëndron pas gjithë këtij frymëzimi e ideje, ndihet krenare me punimet të cilat tashmë kanë mbuluar muret e shkollës. Ajo thotë se shkolla amerikane në Kosovë përkrah të gjithë artistët të rinj duke i përgatitur për tregun në të ardhmen. Krejt spontanisht ishim duke biseduar për artin modern në gjatë mësimit, dhe ajo filloi të krijoj disa punime shumë interesante, disa krijesa të cilat me të vërtet ishin të bukura dhe unike dhe të thella, dhe mbas një bisede tha patjetër që do të vazhdoj. Unë thash, a ke mundësi të bësh një cikël të punimeve të tilla, dhe ajo pranoi, dhe sot kemi më shumë se 25 punime, cilat janë zhvilluar për një periudhë ndoshta një muaj e ca. Në shkollën tonë, ne artin e aplikojmë dy forma, si arti dekorativ, për çdo fest jemi shpirti i shkollës, për çdo fest këta fëmijë e japin krejt vullnetin edhe krejt kreativitetin, duke filluar prej festës shtrigave Halloweenit, 28 nëntori, viti i ri e tjera, 8 marsi. Megjithatë kemi edhe pjesën tjetër, cilët është më thellë, është krijimtaria artistike, ku disa prej nxënësve talentuar, ata gjithmonë do të thonë punojnë më shumë edhe zhvillohen profesionalisht më tepër, sepse ata kanë dëshirë dhe ata kanë talentin, dhe këtë vit kemi fokusin e kemi pas më shumë te individët, të cilët vish kanë filluar me punu, dhe vitin tjetër besoj që pothuajse çdo muaj kemi pas ka një nxënës me radhë. Kjo ekspozit është ndër të shumtat aktivitete tjera që shkolla amerikane në Kosovë i bën për të gjithë nxënësit që hapat e parë të dijes i marrin mu në këtë vend, për të vazhduar të jenë ndër më të suksesshmit.